por tash në rol tjetër, edhe trajneri të ekipit moshave. Është përgjegjësi e madhe të jesh trajner? Përshëndetje. Është përgjegjësi e madhe për vetë faktin që emri Vllaznia është një emër i madh, por është edhe një kënaqësi e madhe që punosh te Vllaznia me gjithë të kolektiv si kam, është një kënaqësi shumë e madhe. Si futbollist në fushë keni qenë përgjithsisht i qetë, si është Valdana Nimani në fushë si trajner? Ka momente them drejtën që jam i qetë, por ka momente që duhet ngaherë të moshat e vogla, sidomos ta çosh zonin, të jepsh atë adrenalinën, se një pjesë e fëmijëve i mungon dhe do t'ja imponosh atë tonin e zorit që shkojnë drejt për drejt, t'ja çosh pak adrenalinën që të futen pak në lojë. Akademia Vllaznia, një familje që ndihmon fëmijët të rritën ashtu siç duhet? Po, diskutim që po. Është një familje e dytë dhe do ta konsideroj një familje e dytë dhe nuk ka arsye tjetër që të mendojnë ndryshe. Gjithmonë është thënë që Shkodra Vllaznia prodhon shumë futbollistë. Vazhdon kjo traditë edhe sot? Ka vazhdon dhe do të vazhdojnë dhe kjo tregon edhe sportistat që luajnë nëpër botë edhe nëpër Shqipëri, po diskutim se çdo ekip prej Super League dhe deri në kategori më të ulta ka shkodranë që ka ndalë prej Akademisë Vllaznia. Cili është porosia që Valdana Nimani mundohet të japë futbollistëve në Serbia? Porosia është shumë e thjeshtë. Punojnë, të ulin kokën, ta konsiderojnë si punë. Është shumë sakrificë, por ka frytet e veta që është një sport që t'jep kënaqësi në fundicë dhe sidomos kur ke fitore, n'jep shumë kënaqësi. Si mund të bëhesh futbollist? Ai që ka talent apo ai që punon shumë? Janë të dyja bashkë të jashtëtuara. Por ai që punon dhe nuk dorëzohet, dashje po dashje ka për t'i dalë fryti i punës në drejt. Një urim për festën e fundit nga Valdana Nimani. Uroj Krishtlindjen në radhë të parë, por edhe vitin e ri të jetë një vit sa më i mirë me familjet e tyre, harmoni dhe të jetë sa më i gëzueshëm bashkë me gjithë afërmit dhe dashamirësit që kanë për zemër.